Në një nga sallat më prestigjioze të Muzeut Historik të Natyrës në Vjenë, më 13 maj 2025, u zhvillua një ngjarje e jashtëzakonshme për trashëgiminë arkeologjike shqiptare. Prezantimin ndërkombëtar i kalorsës së Arnisës, një vepër unike artistike dhe historike, e cila i përket shekullit të 6 para erës sonë dhe që tashmë konsiderohet si një nga pasuritë më të rralla të botës ilire. Ngjarja u organizua në kujdesin e ambasadës shqiptare në Austri, me kontribut të veçantë nga ambasadori Fate Velaj, i cili jo vetëm që mbështeti këtë nismë, por gjithashtu u kujdes që kjo pasuri kulturore të përfaqësohej dinjësisht përballë botës shkencore dhe publikut ndërkombëtar. Kalorësia u zbulua vite më parë në kalan e lashtë të Arnisës në Babunj, mbi kodrat e fshatit në Bashkinë Divjak nga koleksionisti dhe studiuesi vendas Adriatik Rasa, banori i zonës. Gjetja u konsiderua me njëherë një thesar i rrallë, jo vetëm për zonën, por për arkeologjinë shqiptare në tërësi, duke nxjerrë në dritë një qytet të lashtë të fisit i lirë të taulantëve. Sipas arkeologëve dhe studiuesve të pranishëm në këtë event, kjo vepër është artistikisht më e arrirë e asaj periudhe, ndër artefaktet e lire të gjetura deri më sot. Një figurë femërore kalorsiake, një fenomen i rrallë në botën antike, por që dëshmon rolin e barabartë të femrës në shoqërinë ilire, pranuar tashmë gjërësisht nga bota akademike. Prodhim lokal, bazuar në praninë e një punishteje antike, të zbuluar pranë vendit të gjetjes, çka shton rëndësinë e saj si një vepër autoktone, e krahasueshme për nga cilësia me gjetje të ngjashme në rajone të tjera të Ballkanit dhe Europës, por me një stil të dallueshëm i lirë, duke e kthyer atë në simbol të identitetit kulturor të kësaj treve. Ekspozimi i kësaj vepre në zemrat e Europës është jo vetëm një ngjarje historike për Divjakën, por edhe një fitore për historinë dhe identitetin shqiptar. Për herë të parë, një objekt arkeologjik me rëndësi të tillë i prodhuar në tokën shqiptare zë vendin që meriton në një muze të rëndësishëm botëror. Ky event i veçantë, i ndjekur nga studiues, përfaqësues të institucioneve kulturore dhe mediat ndërkombëtare, u shoqëruar me prezantime akademike, materiale multimediale dhe diskutime mbi rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë ilire. Kalorsja e Arnisës është më shumë se një statuj. Ajo është zëri një qytetërimi të lashtë, një dëshmi e një kulture të zhvilluar dhe një ftesë për botën që të njohë më nga afër historinë e vërtetë e Ilirisë. Një falënderim i veçantë ju drejtua komunitetit të Divjakës, veçanërisht familjes së Rasa dhe të gjithë atyre që mbështetën hapat për zbardhjen e kësaj historie të mbuluar nga shekujt. Nëpërmjet kësaj vepre, Divjaka nuk është më vetëm një destinacion turistik bregdetar, por edhe një epiqendër e trashëgimisë kulturore ilire.